fizik, po në atë aspektin akademik, e zhvillimit personal, jam rrit bara me fëmijës, unë vazhdova shkollën ato, shkollën fillore dhe të mesmen e mora jo formal, vazhdova e mora patent shoferën, vazhdova kursin e kompjutera, vazhdova edhe studimet 3 semestra. E patet fështirë me marrë këtë vendim që të rikthesh në klasën e 6 në moshë madhore, Afrodita, sepse e përmende pak më herët mendësia, mentaliteti, paragjykimet që vinë, janë shumë të rënda për t'i përballu, se cila grua? Po, realisht ka qenë shumë e fështirë. Si the edhe të paragjykimet që janë, dhe burri e ka pas ka gjatë shumë problem këta, se unë nuk ka qenë ndikona për paragjykimet. Po. Jo, se unë i di qëllimet e mia dhe i di që ka du me mri, po burri e keshte këta, dhe me burri më ka da shumë me punu për me nëzirë nga mentalitet, po falë Zotit që e këm nëzirë dhe e këm bo për vete. Kjo është një arritje, me të vërtet, sinqerisht, dhe këtu po besoj që ka përfituar gjithë familja në këtë rast. Po aja me e fështira që ka qenë për mu, po të kësojna ka qenë edhe ekonomia, si ne kina qenë me ekonomi shumë të fështirë, shumë të ranë, dhe po me gjithat ja dola disi edhe qeja ka qenë me e fështira se mu desh këtë njëtë në kohë për një kohë gjatë me mojtë familjen nga puna artizanale, nga puna e dores, po se kemi jetu në kushe shumë të rana ekonomike dhe me arrit këtu nuk është e lehtë. Por kur unë nëse njeri ju ja qëtë në synim vetit, cakon, pavarësisht edhe nuk dorëzohet, pavarësisht sfida, pengesa që i do hasë rrugës, kur nuk dorëzohesh, normal që do mrin me shumë vështirësi, dhe unë në për veti jam shumë e lumtur që ja kom arrit ato, po me gjitha ata nuk arrita me mbaru fakultetin, po qëka t'i bëjnë, të gjitha nuk mundesh me arrit, dhe ishte shumë e vështirë, dhe punoja punëtore, dikuna tani fillova me punue, punoja punë ndryshme, udhëtimet të më kanë bëhat, ajo udhëtimi konë maj vështirë, me rritimi, me mbanë përgjithsi, unë për veti nuk është që isha e përkushtume vetëm të fëmijët e mi, e familjes time, por në kam qenë shumë e përkushtume dhe daj familjes të burrit, aq ma tepër kam qenë e përkushtume dhe daj familjes time, jem për kujdes, nga mosha 8 vjeqare, jem për kujdes me mishe me shpirt për motrat e vllazërit, me thonë të drejtën, motrat edhe vllazërit, nuk e di që është aja